di se shpuna, këtu është çka të vinë, e në menje, thuje, çka të vinë me bane, du të me vepru edhe me fol, e me kanë vetvetja, edhe nëse ti diçka të del keq, ajo është diçka që rregullohet. Po jo mos me bo, se atë pishmani që mira pishman për diçka është gjë më keq që mos me pasë një jetë, që di shumë mirë. Keq mirë, ki bëj diçka, jo s'ke bëj si gjë. Po ti nuk është që nuk ke eksperiencë në jetë. Se ti ke më shumë se unë. Ti din më shumë se unë. E pse po e bllokon vetin? Jo, moj. Tash Se ti, që edhe në pjesën e lojës për shembull, unë ti ban podcast. A di, për ti pak, a di ti çfarë ability, si thosh që aftësia ke ti me i nënshtru njerëzve pyetje të këqija në kuadër të lojës, dhe më thonë që ishte me fol, me dredhu muhabetin e të tëna. Unë kam pas një për planeve të mija, kam falë shumë ide mija, vlla kur t'jem aty, vlla kam 20 persona tek për tek, dhe i marrë tek për tek, me dalë dikop, tek për tek, me tonë, se të hep këtë, se të hep aftësim për mu hapë, kur flet me një person, kur flet që të fus në ata rrymat o vënë, ata të ujnë që ti të hapesh. Edhe në kuadër të lojës, ty të konvenon, mos harro qash loj, ti në kuadër të lojës të konvenon. Se ti kupton si përgjigjen njerëzit, çka përgjigjen, ka shkojnë pyetjet, e nesër ti me e pasi debat. Ti din. Nuk do të mund me menu. Që, a menonu që s'kam fol diçka që s'duhet. Me siguri ka ndodhur. Edhe çka mund të bëj? Kërkoj falje publikut nëse janë ndje keq diçka. Ama ky jam unë si mirë si keq, ky kam me kanë. Speçaj, nuk më interes, s'kam çka me bë. Nuk është punë as punë. Më kupto, unë ti prezantohesh për personin që je, atëherë se sa i pëlqen në fjalë. Ky person që je mund t'ju pëlqesh 10 vetëve ose mund t'ju pëlqesh 700 vetëve. Po, shumë mirë tha. Po unë thjesht s'kam marrë këtu me shit imazhin e dikujt që nuk jam. E unë besoj që këto ka, që janë të dhënë imazh që nuk janë. Edhe i këta zona, e ti pse nuk po shprehesh? Tani jemi okay, kusht, tani do shprehemi. Se ti, që për shkak, do mëram që kemi rastin me Albin. Ti shumë mirë, po jo prej një ekstremin tjetrin. Pa po që për shkak, jo. O vëllai, kam filluar me menu se është ajo teoria e gjyshës, se thotë që ka me një fëmijet, ashtu e ka të unë keq ai bën. Po atë e ka që e ka, po për shumë pjesë unë kam menu që ka lujt. E ka lujt pak ndo pjesë. S'po thon krejt. Po nëse ajo është e jot, ajo është e vetja si del ajo. Unë po të them ty. Po, atë funi lojtare është vëlla, ka lutet. A punë saj? Secili këtë lumë për veten e është për vetveten. Masani që krijohet një marrëdhënie, një gjë tjetër. Kusho, ti e din shumë mirë që na ndoshta për shembull jashtë as nuk i kanë atë për gjonat përbashkëta. A kupton ose me çka merr ne kështu. Po kjo nuk do të thotë që ti me një person që është ndryshe prej teje nuk mund të krijosh një miqësi ose një dashuri siç bën çiftet ose gjona kështu. A kupton? Thjesht tash si lidhesh me energji me njerëz. Unë po du me u shpreh mi tregu tonë, se shikë, unë nuk jam i ky se keni po ditë tash, nuk jam unë. Po unë besoj që mram, si shprehet ti, ka edhe për shkak që ti nuk je shpreh sa duhet e siç duhet. Edhe i kanë pak edhe ngarkuar, edhe sot është emocionalisht. Do të thonë se ngarkojnë, unë kam bolojna me ty që je emocionuar. Po unë e kuptoj shumë që je emocionuar se unë e di se çka provon. Unë e di. A tha me vetë që je burr si fëmijë. Po, një sekond, a më ta bëj pyetje. A je sigurt për vetveten ti? Jashtë këtu. Po të bëj unë podcast ty. Normal. Po të kam ta bëj unë për intervistë. Ti je sigurt për veten? Ore kur ti sinqerisht, ti a je mirë me vetveten jashtë? Ja. Jo totalisht. Ja. Edhe kjo ndikon. Ja. Po pra, edhe kjo ndikon. Me fjalë gjona ndikon. Jam shërsht. Po, për pak. Jetën për momentin, jetën tënde kam. Po prit një sekond. Kjo ti që ndjen ta çojmë pa siguri. A vjen pe i kalumes? Vjen pe momentet. Vjen pe momentin sepse gjonat për momentin nuk janë të më shkuar ashtu si duhet. Gjonat jashtë edhe nuk i kam në kontroll. Okej, po çka gjithmonë kush të thonë, life is a journey. Ti mendon që tjerët e kanë perfekt? Është normale që as më nuk jam të më shku siç më duhet, siç kisha pasur në qef. Po kjo është jeta, ti nuk është qëllimi që arrit, është rrugtimi drejt qëllimit. E jo ti do të më kënaq që e përballon. Bravo, i kja që po edhe këto. Tash, i kja
Kjo është valla. Po kjo nuk është qëllim, as rrugtim, kjo është fillimi. Është rrugtim. Po fillimi i rrugtimit këtu Për mbrapa. karrierën time, për punën time, për personazhin që jam unë, valla, kjo është një rrugtim. Po. Sepse je personazh, kjo është një Shqipa, a di çfarë mesazhi ti ke dhënë sot? A ke di çfarë mesazhi ti ke dhënë tash njerëzve jashtë? A di sa njerëz janë si ti?